na mëson shumë gjëra, sepse duke pasur parasysh një ditë kalimin nga emocioni në logjik, pra ka një ndikim mjaft pozitiv sepse ka të bëjë shumë me ndikime të mëdha dhe pikërisht në lidhje me punën, lidhje me karrierën. Dhe kjo do thotë ndihmesa dhe jo vetëm. Nuk kemi probleme me çështjet ose nuk do kemi probleme për gjëra që do neve kërkojmë ose duam të realizojmë, sepse kjo ditë e shtunë është një ditë mjaft e rëndësishme, sepse do thotë ditë e Saturnit, ku na ndihmon mbi gjërat që neve kërkojmë. Dita e shtunë, paraditja është shumë e pozitive, sepse na ndihmon në bisedime që do të bëjmë, në çështjet madhore që kemi dhe jo vetëm. Prandaj gjithë gjërat që janë ndikimet më të mira të mundshme dhe stabilizimi bën punën e vet. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.r dhe aty mund të gjeni gjithçka mbi paketa që Astrologo Pikal ofron dhe më pas mund të na